B2 është e goditi. Madje kemi kinez që janë nizeshin 70 deri në $90 milion shkon për njësi, do më thonë për një avion, dhe pasaj vjen edhe Rusia që ndoshta për nga çmimi po e shohim është pak më i lirë avioni, mirë po ka shumë më shumë se sa Kina aviona të tillë. Për të dalë tek pjesa e tokës po i shohim ta tanket e ndryshme, mirë po çka është interesant, po i shohim këtu janë fuqi botnore Amerika, Kina dhe Rusia. E shohim të pjesa e dronëve është edhe Turqia aty me dronin Bayraktar që shumë shpesh është përmendur edhe këtu te na në Kosovë, ku një i tillë kushton për njësi domethënë rreth $5 milion. Domethënë Turqia ka kapacitet, edhe kemi pas shumë shpesh edhe fuqitë botnore nuk e kanë atë çësje ndaj Turqisë sikurse vendeve të tjera që provojnë pak a shumë me i urdhëru, me Turqinë kanë një lloj kujdesi për shkak të fuqisë ushtarake që Turqia vetë e ka, që besoj që Musafiri në studio ka më shumë dhe dhe më shumë informacione për gjërat e tilla. Patjetër se ky trend do thotë asnjëherë s'ka qenë ma në vroll të prodhimeve dhe avansimin e sidomos sistemeve raketore edhe aviacionit, siç e tha më herët, janë pyetje, janë miliarda që shkrien në drejtim dhe që thamë janë bërë dhe biznes, po është e reja të dronët të cilët kanë një sipërfaqe vogël, ne i them në sistemet radare, kur e përcjellim, nuk e vrejmë, se është tepër i vogël për ta vrejtë në radar. Edhe shpejtësi deri diku të fuqishme, kështu që është vështirë të mbrohesh nga ta, se ato që e shef në radar, do me thonë mund të azgjasosh me raketë. Ato që nuk e shef, se shef edhe është e pa mundën mu mbrojt nga ata derisa në dy luftime, do të thënë. Nësa kemi dhe një raketë balistike, besoj që shumë shpejt regjia do ta sjellë këtu mbrapa nesh në ekran, dhe flasim pak për rrezikun si shtetet e vogla, veçanërisht si Kosova, shteti jonë që nuk e ka enda sistemin e mbrojtjes nga këto sulme ajrore. Kjo është çështja e mbrojtjes nga raketat është jashtëzakonisht e rëndë dhe vështirë. Do të thonë ekzistojnë ato sisteme që ekzistojnë. Po i flas veç për shpejtësitë raketës. Një raketë, qoftë kjo balistike ose thuajse gjitha tash lëndën djegëse ose këtë motorët që lëndën e shpenzimit të motorëve kanë barot, që do të thotë shpejtësi marrëmend se krijojnë. Do të thonë, po ju marr një shembull, plumbi i kallashit, që dim si armë që përdoret shumë, ka 380 metra në sekond përafërsisht. Kurse këto raketa kanë 1200 metra në sekond, që do të thotë të i kalon 3-4 herë plumbin e kallashit. E ne nuk kemi as sistem mbrojtës. Po jo, s'vjen shprehje. Ajo kjo është, do me thonë se raketa, ju kom folë herën e kalumë, 7 minuta i ka duh Iranit raketa për me mrinë me godit në Izrael. Shpejtësi marrëmend janë ato, që do të me ditë qëndezi atje, me boti lansimin e raketës, nënë që më ardhe të ndeshje atyre në dikur najrë, do të me pas një sistem jashtë vetëm NATO që ka diçka tillë, edhe noi shtetë që është pajis në mesko që nuk kemi sigur cilat, po përpara ka qenë raketa Patriote, vetëm një raketë që ju ka përgjigjë raketës, po tash prap avansimi, si që thamë, teknologjisë në sisteme raketore dhe aviacion është ashtë i shpejt, sa që edhe llojet e baroteve ose ndezja tyne, fuqia tyne shkon rritje shumë, edhe ka njëherë edhe mbrojtja shkallon deri sa të gjeni një metodë me godit ose me nal një fluturim masiv, sikur që po përdori Irani tash. Po nda Izraeli. Do më thotë si mbrojtje, arrin një pjesë me nal, po krejt jo. Ja kam dingarku komplet sistemin. E kështu që ne normal që jemi larg asaj. Shumë larg. Ne mund të flasim për do raketa Javelin ose do dron, për mbrojtje të afërt nga forcat toksore. Sa i përket ato ajrore, e kem NATO-n, edhe fatbarësisht që NATO ka përgjegjësinë territoriale të Kosovës, edhe ne plotësisht duhet besojmë se NATO nuk do të lejon të na rrezikojnë
sistemet të tilla raketore ose aviacion. Jam shumë i sigurt që këtu nuk duhet shqiptarët ose Kosova të droj. Po sa i përket luftës hibride, ato janë çdo moment mundshme në tërë territorin e Kosovës, po për ata me të vërtetë këtu kemi njësi të përgatitura dhe siç e shihni mund t'ju përgjigjesmi. Kështu që nuk ka ndaj vend shqetësimi, sikur se edhe shtetet